gardienës shqiptare që kanë punu në atë ku ka qenë Sanie Bytyqi, e Qylagës, komuna Lipjanit, Sevdije Luma Krasniqi, Kraisht, komuna Lipjanit me vendbanim Prishtinë, Nagjie Shabani, Hallaqit, edhe një Nexhmia, që ata mërmenja tha i vrasin u që këja, neve që jem të punu me masa dhunshme këtu, thash, ju pse mi vëra juve që këja. Nëse ke bon punën me të vëra, thash, normal që të vrasin, po nëse s'ke punu kundër shqiptarve, thash, nuk të vret kërkush. Për gjitha femrat e burgosra, që e para që është me vlide Halimi Merzini Saraqi e burgosur, Behare Ramiti Tafallari Kryziu që sot thiret, Levnora Salimorina Duraku, Jehona Hajrullah Krasniqi, mas këtyne jam arrestuane Zahrije Podrimçaku, pastaj është arrestuane Fatime Hysen Boshnjaku, Gjyke Knushi Memaj, Afërdita Qazim Zeka i Nikqi, Iqbale Gjafa, Sadije Bajram Mazreka i Regjepi, Shahe Hyseni Safi, Dhurata Berisha, Flora Brovina, Leila Mujota, Zyhrije Mujota. Të dy motrat kanë qenë. Se këtu kanë qenë të arrestume me babin dhe me vllahun për një ditë kur i kanë prunë burgun e Lipjanit. Edhe ja kom dhënë regjistrin që ka qenë për gjitha emrat e gardienëve. Emrat e gardienëve unë kom arrit me mësu në burgun e Lipjanit, kur na kanë qitë me pastru koridoret e burgut asaj dhe dhumat ka i kemi pas, në shkallë, do me hatë katin e parë në shkallë që janë për katin e dytë, katë parë i shkojnë mbyllë në krejt me laster në gjyrë gri, edhe një derë, si kur na për tavana qytetarë që i marojnë për e vogelir. Edhe ju këmë thonë grave, unë thash, e hapa unë e derën, pesho që i ka materiale. Thash, pastroni ju, thash edhe nëse pyt ku apo Podrimçaku, thujnë toalet. Edhe kam hymë rena une, për mos më mvrejt ato, e kam byll në fardere shumë e ngusht, po kam hymë rena në shkallë dhe e pash materialet kish pas libreza. Gjitha librezat kanë qenë me fotografi të gardienëve. Edhe kam ledzu, unë qiriliqe di me ledzu, se kam su në shkollë. Atëherë edhe i kam ledzu emnat të gjitha. Gardienëve. Gardienët ka pas edhe shqiptare në atë ku që kanë punu. Gardienët shqiptare që kanë punu në atë ku ka qenë Sanie Bytyqi, e Qylagës, komuna Lipjanit, Sevdije Luma Krasniqi, Kraisht, komuna Lipjanit me vendbanim Prishtinë, Nagjie Shabani, Hallaqit, edhe një Nexhmia, kjo Nexhmia ka qenë mbjemni nuk e kom haruk të sajna, me gjithë burë edhe burën e ka pas gardien në atë ku. Bile më patë pyet, tha Zarije, që ata mërmenja, tha i vrasin u që këja, neve që jem të punu me masa dhunshme këtu, thash, ju pse mi vëra juve që këja. Nëse ke bon punën me të vëra, thash, normal që të vrasin, po nëse s'ke punu kundër shqiptarve, thash, nuk të vret kërkush. Drejtori ka qenë Ljubomir Qumbërović, që ka banu në Prishtinës. Gardienët serbe cilat kanë punu në burgun e Lipjanit janë Liliana Selić, ka qenë mbikëqyrëse e burgut, Nadica Cipkënović e Shtimes, për që unë shte Shtimes e kom gjetë në Facebook me fotografi, edhe aty ja kom lezu një shkrem ku e ka përshkru vetën se kur ka qenë e vogël se qysh është lanat lumin në Shtime aty. Slogjana Arsiq me pseudonimin Pipi, Danica Lukić e Lipjanit, Suzana Bashković e Batushës, Bojana Stolić, Bila u thirke me mbjemen, ka qenë e zezë e unës të kline sa nej prej peje, Bojana Stolić Bila, Miljana Marina
Tatjana ka qenë e Nishit edhe Adriana. Këtu janë gardjenët serbe. Edhe nga i moment kër i kum lexuar ato materiale, nuk jam kum harru asnjëherë. Këtu e sjell shumë ashpër me neve, po që ka qenë ma agresivja, edhe mënyrë më njerëzore, me këqyrë, me torturu, edhe pse kemi qenë femra, ka qenë Adica.